Kampioni i Maqedonisë së Veriut, klubi futbollit Shkëndija, në kuadër të përgatitjeve në Sloveni për pjesëmarrjen në eliminatorët në Ligën e Kampionëve, dje ka zhvilluar ndeshjen e tretë kontrolluese me skuadrën bullgare CSKA të Sofjës. Ndeshje kjo e cila pas 90 minutave lojë interesante, me raste nga të dyja palët, përfundoi me barazim 1-1. Skuadra bullgare e para kaloi në epërsi me golin e Ivanov në minutën e 60, ndërsa Endrit Krasniqi barazoi në minutën e 84. Për skuadrën kuqezi ishte kjo kontrolluesja e tretë e zhvilluar në tokën slovene, ku ka një fitore kundër ekipit Argesh Piteshti të Rumanisë, një humbje 4-0 nga FC Koper e Slovenisë dhe barazimi i djeshëm 1-1 me ekipin bullgar CSKA e Sofjes. Trajneri Jeton Beqiri, edhe në këtë ndeshje, gjatë minutave në lojë, inkurajoi pjesën më të madhe të futbollistëve që ka në diskonim. Skuadra e Shkëndijës menjëherë pas ndeshjes është nisur drejt Tetovës, duke përfunduar më herët çndrimin për shkak të obligimeve logjistike për përgatitjen e ndeshjes së parë kualifikuese në Ligën e Kampionëve ndaj The New Saints në Wales.